Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do trajtohet një histori e veçantë. Nga ato historitë e rralla që vijnë nëpër studio televizive, do të flasim pikërisht për një shtetas shqiptar me origjinë nga Ferizaj i Kosovës. Të paktën këto janë disa të dhëna që 37 vjeçari Zbardhim Shanut, i cili jeton në Normandi të Francës, do t'jetë drejt për së drejti me ne, sepse prindrit të cilët e kanë birësuar në Francë, i kanë treguar një histori e cila të trondit. Ai ka lindur pikërisht me 29 prill të vitit 1988 dhe pas 3-4 muajsh është gjetur anash rrugës pranë koshit të mbeturinave. Dhe mbe njëherë policia franceze e ka gjetur dhe e ka dërguar me njëherë në jetimore. Aty ai është birësuar nga 2 prindër francez, të cilët aktualisht janë të divorcuar nga njëri tjetri, por që i kanë treguar që origjina e tij është nga Ferizaj i Kosovës. Pak përpara se tyja në transmetim të drejt për drejt, sepse një miku i tij, shqiptar, ka telefonuar redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur. Dua ta falenderoj zotrin, edhe pse ditën e sotme do të bëj përkthimin, por ka bërë edhe denoncimin pranë redaksisë son, ai do të mbetet anonim, por dua ta falenderoj për mbështetjen e jashtëzakonshme që i ka dhënë 37 vjeçarit. Ndërkohë, vetë 37 vjeçari Zbardhimi do të jetë drejt për së drejti me ne, kam mundur të flas pak fjalë me të, jo vetëm në gjuhën franceze i është drejtuar të paktën studios emisionit Me Zemër të Hapur, por ka folur edhe disa fjalë shqip, të cilat ne do të dëgjojmë vetëm pas pak kur ta përshëndesim vetë Zbardhimin 37 vjeçarin me mbiemër Shanut, sepse është i birësuar nga 2 prindër francez, të cilët aktualisht janë të divorcuar nga njëri tjetri. Po kush është jeta e Zbardhimit dhe kush është rasti që do trajtohet ditën e sotme në një material i përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një ngjarje të pazakontë, e cila lidhet me gjetjen e një foshnje në koshin e plerave, i cili më vonë u birësua nga prindër francez. Historia e tij është nga ato të pabesueshmet që të trondit thellë në ndërgjegje se si një nën mund të braktisi fëmijën e saj. Ishte vetëm 3 muaj nga lindja e tij kur ai u la aty, një foshnje e mbështjellë me ngutë, e braktisur në një kosh mbeturinash, në një rrugë të Ferizajt. Askush nuk e di çfarë mendoi nëna në ato çaste, nëse qau apo nëse u kthye të shinte pas, apo nëse frika dhe dëshpërimi ishin më të forta se instikti i nënës. Fati megjithatë vendosi të mos e mbyll historinë aty. Kalimi i rastësishëm i njerëzve, një klithë me dobët jete dhe ndërhyrja e institucioneve e shpëtuan atë nga fundi tragjik. Nga ai kosh mbeturinash nisi një rrugtim i gjatë, fillimisht drejt jetimores e më pas drejt një vendi tjetër, larg, shumë larg. Sot ai jeton në Francë, i birësuar nga një familje franceze që i dha emër, shtëpi dhe shumë dashuri. U rrit me një gjuhë tjetër, por me një plagë që nuk u mbyll kurrë plotësisht, edhe pse sot është një burr i pjekur, 37 vjeç. Kujtimet e tij më të hershme nuk kanë fjalë. Ai nuk kërkon fajtor as hakmarrje, kërkon rrënjët. Ndiqni rrëfimin. E në fakt dilema më e madhe e këtyre fëmijëve të cilët janë braktisur dikur është kur ato mësojnë vërtet që janë të birësuar nga një familje që kanë menduar për një kohë të gjatë që është familja e origjinës, për të gjetur rrënjët, dilemat pse prindrit i kanë braktisur, por duhet ditën e sotme të flasim për 2 çështje kryesore, për braktisjen e fëmijëve duke i lënë ata në jetimore, por rasti i Zbardhimit 37 vjeçar është një rast krejt i kundërt nga ajo e braktisjes në institucion, në spitalin ku lindin apo në institucionin e rritjes dhe edukimit të fëmijëve, të cilët nuk kanë mundësi të rriten dhe të edukohen nga familjet e tyre të origjinës, për post faktit të një tjetër traume akoma më të madhe të asaj ku fëmia lihet në rrugë dhe kur mësohen të tilla gjëra, dilema është shumë e vështirë, sidomos për moshën e Zbardhimit dhe jo vetëm, për gjithë fëmijët që e kanë kaluar këtë gjë. Me mua në studio ditën e sotme do të jetë avokati dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri, përshëndetje, mirë se erdhe. Në krahun tënd Eduard Tafa, psikologu ynë klinik, përshëndetje Edi, mirë se erdhe. Së bashku kemi folur gjatë përpara
se të hynim dhe të zhvillonim këtë bisedë me zbardimin 37 vjeçar, sepse është ndryshe thua ti ta lësh në jetimore apo ta lësh në spitalin ku lind nëna për shumë arsye dhe ndryshe është të gjendet buzë rruge pranë koshit të mbeturinave dhe kjo është akoma më e dhimbshme, janë dy trauma krejtësisht të kundërt, por për të kërkuar rrënjët dhe për të mësuar të vërtetën tënde asnjëherë nuk është vonë. Prandaj përshëndesim menjëherë nga Kaeni i Normandis, drejt për së drejti nga Franca, Zbardim Shanut. Shpresoj ta kem thënë mirë mbi emrin. Zbardim, përshëndetje. Përshëndetje. Më vjen mirë që flet edhe pak shqip. Do vendosim në fakt në këto momente edhe lidhjen e drejt për drejt me videon me Zbardimin. Tani jemi në rregull, Zbardim, të përshëndes nga Tirana. Përshëndetje. Në fakt pranë ke mikun tënd, zotrin që ka bërë denoncimin e emisionin Me Zemër të Hapur dhe që ka kërkuar ndihmën e gjithë shqiptarëve, sepse ti je një shqiptar, ke mësuar që je me origjinë shqiptare nga Ferizaj i Kosovës. Më vjen mirë që edhe e kupton shqipen. Zbardim, ti je 37 vjeç apo jo? 37 ans. Il s'est dit, est-ce que tu es 37? 37. 37 vjeç. Po. Atëherë, kur e ke mësuar të vërtetën që je i birësuar? E vjesh nuk e kuptova. Kur e ke mësuar për herë të parë që je një fëmijë i birësuar? Il a dit quand tu l'as appris première fois que tu étais un enfant adopté. Po, Quand tu étais quel âge? 5 ans? 15 vjeç. Non, 3 mois. J'ai été adoptée à 3 mois Ah ouais? Ouais, mais et c'est je l'ai su à 5. 5 ans. Ka qenë i adoptuar ku ka qenë 3 muaj edhe ka kuptuar ku ka qenë 5 vjeç. Pra, i adoptuar ka qenë 3 muajsh, ndërkohë që e ka mësuar 5 vjeç. Në moshën 5 vjeçare, kush ja ka treguar? Qui t'a dit? Babë, francezet. Prindëri francez. Prindrit, çfarë të kanë treguar? Il t'a dit quoi? Il a dit les 3 petits canards, 3 canards, Ouais. et Kuchezé, le canard noir, moi. Ah oui, t'étais avec le veste noir. Ouais, avec le trois poils balais, c'est ça? Yo, je regardais une émission, Ouais. un dessin animé, Oui, avec 3 canards. oui. Ouais. Et il y en a un qui est noir, il y a 2 jaunes et un noir. Et Bab s'est dit, le noir, c'est moi. Le noir, c'est toi? Po. Thot që ka qenë të pa film vizatimor për të vegjë dhe ka pa tre rosa, edhe ka qenë 2 verdha, një e zezë, i ka thënë rosa zezë jetin, nga që nuk është i familjes. E kuptoj. Pak diskriminuese apo jo? Si e mendon Zbardimi sot? Et tu penses comment qu'il t'a dit ça? C'est un peu raciste ou c'est normal qu'il t'a dit t'as un noir? Normal. Normal? Normal. Thot që Pas comme les autres. thot nuk jam si të gjithë aty, nuk është se kom menu keqe, kom menu normal. J'ai une autre famille. Qartë. Në fakt, Zbardim, mënyra se si ta kanë treguar në moshën 5 vjeçare, por edhe duke parë ato kukullat me disa rosak që ti thua, atëherë deri këtu jemi në rregull. Por kur është bërë diferencimi i rosës me ngjyrë të zezë, atëherë këtu flasim që diçka nuk është normale. Gjithsesi, ne në studio kemi psikologun i cili do flasi pasi të dëgjoj gjithë rrëfimin tënd. Ok, il dit que dans vestiaire de l'émission, il y a un psychologue et après, quand tu parles tout, il va t'expliquer. Po, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Atëherë, çfarë ke përjetuar ti në moshën 5 vjeçare, a arrite ta kuptoje ti që familja që të bëri krahasimin me atë rosakun me ngjyrë të zezë dhe që ti nuk ishe biri i tyre, mban mend ndonjë reagim të tëndin në moshën 5 vjeçare? Ça dit quand tu étais 5 ans, et en fait, le parent français, ils t'ont expliqué que tu es un canard noir. Tu étais tranquille comment? Est-ce que tu te rappelles tu agis comment? Normal. Tu agis normal? Normal. Tu n'as pas fait un... J'ai pas posé. Après, c'est plus âgé. Ouais. Plus tard, j'ai dit où est mon papa, où est ma maman. Et je cherchais beaucoup maman.
Okej, ky thotë që në këtë moment që i ka thënë këtë pyetje nuk është se është përgjigj, e ka qenë shumë i vogël, e ka se di si më ta thon. Po pas disa viteve kur u rrit dhe që i ka ditur që pas disa viteve në moshën 5 vjeçare është e kuptueshme pse ata e kanë zgjedhur atë moshë dhe që i kanë treguar të vërtetën. Dhe zbardhimi është rritur pikërisht me këtë mendim që nuk është familja e tij biologjike, por është familja birësuese. Më vonë, kur ka filluar ai dilemat me veten e tij? Quel âge que tu as commencé en fait de demander tes parents? Petit. Après 5 ans, 5, 6 ans. Petit, quand tu apprends à parler. Ah ouais. Tot kam qenë mbosh shumë vogël, mas mboshës 5 vjeç, 6 vjeç, ku kam mësuar me fol kam filluar me pyet për familjen, por më shumë tot kam kërkuar për nanën. Beaucoup nanen. Oui maman. Tani, ne duam të dim nga zbardhimi. Ai tha në moshën 3 muajshe, unë në fakt jam birësuar. Pra, do të thotë që në momentin që nëna e zbardhimit e ka lindur, e ka lënë buzë rrugës pranë koshit të mbeturinave. Il a dit que, en fait, quand tu étais né, ta mère, il t'a laissé côté la rue, à côté le truc de poubelle. Est-ce que c'est vrai? Oh. Ouais. Ne pleure pas. Ky thot po dhe vazhdon të qaj. Po, thot po, sa keq më vjen. Zbardhim. Do doja të kisha afër të t'jepja një përqafim në këto momente. Il dit, je veux bien que tu aies à côté de moi, que je te fais un câlin en ce moment. C'est la dame qui te dit ça. Non, c'est la dame. Parce qu'en fait, il est Atëherë, faleminderit ty Zbardhim. Atëherë, Zbardhim, vazhdojmë bisedën ndoshta edhe me shokun tënd, me përkthyesin, me bashkëpunëtorin tonë, të cilin dua ta falenderoj gjatë gjithë kohës, se po bën maksimumin për ty. Atëherë, a ke ti një të dhënë se ku është rruga që ti e gjetur fosh një fari por sa lindur nga policia franceze, po në Caen? Në Normandie? Il dit, est-ce que tu as l'info, en fait, est-ce que tu sais la nombre de la rue où ils t'ont trouvé quand tu étais 3 ans à Kosovo? C'est à Kosovo, c'est pas ici à Caen? Combien ils t'ont trouvé? Ils t'ont trouvé où? Ici à Caen ou à Kosovo? À Kosovo. À Kosovo. À Kosovo, Ferissa, j'ai été trouvé. C'est la police Kosovo ou la police française? La police Kosovo. Kosovo. Ky thotë që është gjetë në rrugë në Kosovë, ku ka qenë 3 muaj në cep rrugës, nga policia kosovare. Në fakt ishte përmendur edhe në kronikën e përgatitur nga kryeredaktorja jon Anila Akmata që është gjetur në Ferizaj të Kosovës dhe është gjetur nga policia e Kosovës. Po si ka shkuar në Francë, është pyetja. Ok, il se demande comment t'es arrivé de venir en France. Via Nada. Une dame, Sonia Nada. Nada, c'est française ou c'est une... Serbe. Serbe? C'est elle qui t'a ramené ici? Trafic babine. Ah ouais. Bébé. Sot që ka qenë një grua serbe që ka shujt Nadia, që ka qenë marrë me trafikim të njerëzve, fëmijëve, edhe është paguajtur për me më sjellë në Francë. Pra, nëna jo ka braktisur sa po i ka lindur, buzë rrugës pranë koshit të mbeturinave, është gjetur nga policia e Kosovës dhe një zonjë e quajtur Nadia me origjinë serbe bënte trafikimin e të miturve drejt shtetit francez. Këto janë fjalë që ata kanë treguar, besoj, prindrit adoptues, apo jo? Et ça, qui t'a dit ça? La famille française. Ah ouais, po. A i kanë treguar diçka më tepër prindrit francezë zbardhimit? Est-ce que les parents français ils t'ont dit quelque chose plus que ça? Échange de monnaie que j'ai... Ils sont payés pour toi. Ils kanë thënë që kanë paguajtur për ta marrë këtë. Illégal, euro, franc. Oui, avec les francs. Euro, Carrefour, jeans... illégal, trafic. Hein? Les parents français, en fait, ils sont payés pour t'acheter. Pra, pour les français që kanë adoptuar, kanë paguajtur për ta bërë. Sa ishte shuma që kanë paguar, në qoftë se e dim? Est-ce que tu sais c'est combien qu'ils sont payés pour t'adopter? Est-ce que tu sais les valeurs? 60 000 francs. 60 000 francs? Tot 60.000 francs, nuk e di sa I bjen me euro.
60.000 franga. Mirë, dua të ndaloj pak këtu. I Porsa lindur braktiset në rrugë dhe 3 muaj ka qëndruar ku, në çfarë institucioni në Ferizajt Kosovës? Quand tu étais trouvé en fait dans la rue au Kosovo, après ça, ils t'ont mis où? Dans quel foyer? Il y a un monsieur qui m'a trouvé par terre, effectivement, et qui m'a apporté à Pristina. Pristina. Au Pristina, à l'hôpital. T'as resté à l'hôpital jusqu'à le Nadia, il te... Thot që momente që e ka gjetë në rrugë, e kanë morë dhe e kanë dërgu në spitalin e Prishtinës. E aty masane është morë nga jo gruaja me emrin Nadia, që është trafikuar në Francë. Qartë, do doja të dija dhe diçka tjetër. Përveç këtyre të dhënave që janë shumë të rëndësishme, prindrit adoptues i kanë thënë diçka tjetër, pra policia e Kosovës ka hetuar për braktisjen e tij në rrugë nga ana e nënës, dihet kush është nëna? Et il dit, est-ce que le parent français il t'en dit quelque chose plus? Et après que, en fait, comme le flic ils t'ont trouvé dans la rue, ils t'ont mis à l'hôpital, est-ce que quelqu'un il est en courant que t'étais en fait t'étais volé ou je sais pas quoi, pour te vendu ici en France ou t'étais pas au courant? Tu sais rien de ton passé au Kosovo? Alors, quand la police a trouvé, il y a les policiers, ils sont allés à Ferizaj, ils ont demandé à toutes les zones, toutes les femmes, s'ils étaient enceintes. Ouais. Ils ont dit Tout le monde il dit non. D'accord, ça veut dire que il ne sait même pas qu'il est votre mère. Vous n'êtes même pas encore. Pas du tout. Rien. Ok. Rien. Sot momentin që është gjetë në Ferizaj, policia atje ka bën gjitha kërkimet për të gjetë maman e këtij djalit. Kam pyet gjithë Ferizajn, kam verifikuar gjithë Ferizajn për të për gjetë se kush ishte cila gu ishte shtazon në atë moment ose cila gu ka lindur këtë djalin, por nuk kanë arritur gjendë asnjë informacion. Pra, mund të mendohet që mund të jetë lindur në kushte shtëpie dhe jo në kushte spitalore, dhe ndoshta kështu nuk kanë arritur të gjejnë se kush grua ka lindur, ose a vërtet ishte kjo zonjë nga Ferizaj, apo mund të ishte nga fshatrat të përreth, apo edhe nga zonat përreth. E kuptoj shumë mirë pikërisht këtë gjë, sepse tham edhe një herë, zbardhimi ka lindur me datën 29 prill të vitit 1988. Është dita, besoj se kur është gjetur zbardhimi nga ana e policisë së Ferizajit, policisë së Kosovës, ndërkohë që ai menjëherë ka shkuar në jetimoren e Prishtinës dhe në moshën 3 muajsh një zonjë e quajtur Nadia me shtetësi serbe e ka trafikuar drejt Francës dhe e ka shitur tek prindrit adoptiv për 60.000 franga. Se shikoj zbardhimin që e kupton shumë mirë shqipen time dhe e miraton çdo gjë me kokë. Mirë, nuk kemi të dhëna të tjera që mund të ndihmojnë zbardhim për të gjetur rrënjët e tua në Ferizaj? Il dit que est-ce que on n'a aucune information, en fait, juste un petit nom, un prénom, un quartier, je sais pas quoi, pour qu'on se trouve, pour qu'on arrive, en fait, on arrive à trouver quelque chose à Ferizaj. Parce que comme ça, il peut pas trouver, parce que voilà. J'ai rien, ni nom, ni photo, j'ai pas de nom, j'ai pas de photo. J'ai été trouvée dans un panier. Est-ce que c'est vrai? Il n'y avait rien. J'étais dans un panier, apparemment, dans un petit panier. Ouais, je comprends. Pas de photo, pas de nom, ni prénom. Je comprends bien. Ky thot që nuk ka asnjë foto, asnjë emër, asnjë send që mundet me ju dhanë për këtë në Ferizaj, do të thonë nuk E din asnjë send. kuptoj. Nadia, shtetësia serbe, a ka mbi emër? Nadia, est-ce que vous savez le nom de famille de Nadia? Nada. Vous la savez, vous la oubliez ou? Oublié. Ah ouais, e ka ditë mbi emrin e Nadiës, por e ka harruar nga që Qartë, a ka ndonjë foto të moshës 2, 3, 4 apo 5 vjeç zbardhimi nga prindrit e tij adoptues në Francë? Est-ce que tu as une photo de toi avec tes parents qui t'ont adopté ici en France quand tu étais tout petit? Ça veut dire 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans? Même plus, je sais pas. Tout de suite là? Non, est-ce que tu en as pour l'instant? Non, même si tu n'as pas tout de suite, juste est-ce que tu en as? Oui, j'ai des photos de la famille française. Et toi, est-ce que tu étais avec eux?
dans les photos? Oh, à Dubrovnik. Ouais, Parce qu'il fallait me cacher. Dubrovnik? C'est où Dubrovnik? Dubrovnik. C'est au Kosovo ou au Serbie? Croatie. Dubrovnik. Parce qu'après, il fallait me cacher. Ouais, t'as un pote avec tes parents français. T'étais quel âge? Un tout petit, 3 Tout ans. petit a fait ça. Est-ce dans que les les photos, bras. il existe maintenant? Oh. Il est Est-ce qu'il est chez toi? Oh. Kjo thot që kam një foto ku ka qenë 3 muajsh në Dubrovnik. Nuk e di ku është Dubrovnik. Fallait me cacher. E thot kam një foto me prindrit francez. Kam qenë kratë prindrit francez sepse ka qenë koha kur doshin për me mshef, për me kalue ilegalisht, për mos më kap nga shteti. Pikërisht tu do ndalojmë, sepse ne do bëjmë edhe një tjetër emision, ne do fillojmë kërkimet tona si që edhe kanë nisur në fakt to kërkime edhe ditën e sotme. Ajo foto 3 muajshe në Dubrovnik që mendohet që prindrit adoptues francez në mënyrë ilegale po e trafikonin drejt Francës, do vihet në dispozicionin ton, sepse veç zbardhimi do të na e dërgoj nëpërmjet jush dhe ndoshta nëna që ka lindur dhe ka braktisur atë 29 megjithse kam dyshime tek data. 29 prill 1988 është data ku e ka gjetur policia, është data që ka lindur, ishte një foshnjë që kishte lindur prej disa ditësh, por gjithsesi ajo zonjë besoj që e ka braktisur e mban mend shumë mirë edhe ku anash rrugës pranë koshit të mbeturinave. Më duhet të kaloj në hapësirën e parë publicitare, kemi shumë pyetje për zbardhimin, e rëndësishme është që zbardhimi e kupton gjuhën shqipe dhe ndoshta për gjithë ata që na ndjekin, kërkojmë ndihmën e gjithë bashkëdhetarëve tan, kudo që ndodhen, si në Shqipëri, jashtë territorit shqiptar, kudo në botë që e din këtë histori, por sidomos nga zona e Ferizajt, nëse e njohin këtë djalë i cili ka lindur me 29 prill të vitit 1988, është gjetur nga policia e Ferizajt, policia e Kosovës, buz rrugës pranë koshit të mbeturinave, mund të kontaktojnë shumë mirë me numrat tanë të telefonit që pas pak kur të rikthehemi regjia do t'i vë në dispozicionin tuaj. Ndjekim publicitetin e parë dhe rikthehemi në pjesën e 2 dhe 3 të këtij emisioni. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi rikthyer drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër Tapur. Lidhemi me Kaenin e Normandis pikërisht në Francë, aty ku ndodhet 37 vjeçari shqiptar Zbardhim Shanut, i cili është birsuar në moshën 3 muajshe në mënyrë ilegale nga çifti francez i cili i dha dhe mbiemrin Shanut. Zbardhimi është gjetur buz rrugës nga policia e Kosovës pranë koshit të mbeturinave dhe datëlindja e tij të paktën në pasaportë është 29 prill të vitit 1988. Mund të jetë data ku është gjetur nga policia, ndërkohë që mund të jetë edhe data e lindjes. E pyesim drejt për së drejti Zbardhimin nëse është në dieni për këtë gjë. Zbardhim, data 29 prill 1988 është data që të ka gjetur policia apo data e lindjes e jotja? Il te demande le jour de 28 avril 1929, avril 1988. Est-ce que c'est le jour de la naissance de toi ou c'est le jour que le flic t'a trouvé? Le jour que le flic m'a trouvé. Është dita ku policia ka gjetur. Sa ditësh ka qenë? Që të bëjmë një përllogaritje. Nuk ngjova mirë. Sa ditësh ka qenë? Sa ditësh e ka gjetur policia të porsalindur? Një ditë, 2 ditë, një javësh? Ouais. En fait, je demande, t'étais en fait à peu près ça. T'étais quel mois? En fait, 3 jours, 5 jours après ton naissance. De 0 à 4 mois, j'étais dehors. 0 à 4 mois. 3 mois, j'étais dehors. Je faisais 2,5 kg à 4 mois. À 4 mois. J'ai survécu. Nuk është ndjeni, vetëm se kjo thotë që kam qenë 2 kg e 500 gram kur është gjetë nga policia. 2 kg e 500 gram, atëre, do të thotë i porsalindur.
I porsa lindur, po, i porsa lindur, përderisa ka këtë peshë, mund të ishte 1 ditësh apo 2 ditësh, ose mundet edhe i porsa lindur. Pas kemi detaje pa fund, duhet vetëm të krijojmë një tjetër emision, që ne të themi se deri ku kemi shkuar me investigimet tona, por edhe në fakt zbardhimi të na japi foton e fëmijës 3 muajsh në Dubrovnik. Në këto momente dua të ndaloj në një tjetër moment, dua të shkoj pak tek si ka qenë jeta e zbardhimit tek familja Shanot. Ok. Elle demande comment elle était en fait ta vie chez les familles qui t'ont adopté. Est-ce que tu étais bien? Est-ce qu'ils t'ont fondu bien? Est-ce qu'ils t'ont aimé? Ou en fait c'est plus chaud? C'est plus difficile Jam shqiptar, jam krenar, familje française dit tu es Mon fils. bébé. Ah ouais, et il veut pas que tu dis que tu es albanais. C'est ça? Il aime pas. En fait. Ben non, parce que pour eux, je suis leur bébé. Oui, je comprends. Ky thot momentin që e kam kuptuar që jam shqiptar, unë thot kam qenë gjithmonë krenar që jam shqiptar edhe nuk e kam mohuar, edhe kjo nuk i ka pëlqyer familjes që e ka adoptuar familjes franceze, edhe kështu që ka qenë pak difficil. E kuptoj. Më vjen mirë që dëgjoj edhe shprehen jam krenar që jam shqiptar, sepse kemi folur shqip përpara, e thash edhe në fillim të këtij emisioni, kemi folur shqip me zbardimin përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë, dhe kjo ishte shpreha më goditse, përshëndetse edhe për ne, kështu që e falenderoj. Pra, pas ka pasur ulje ngritje, sepse familjes franceze nuk i ka pëlqyer as pak se zbardhimi e ka ruajtur identitetin e tij, vetëm dua të di kush ja ka mësuar gjuhën shqipe. Et tu dis qui t'apprend de parler albanais? Les amis. Les amis albanais? Po, Ardit, Sejmir, Fiti. Thot që e kam mësuar me shqiptarët, ku në momentin që kanë ardhur në 2017 ka filluar të vinë shqiptarë këtu në KN. Bravo. Edhe ka filluar të rrije me shqiptarë që ka filluar të mësoj shqip. Ndërkohë, vetë zbardhimi ka kërkuar ndoshta nga shqiptarët e Shqipërisë apo edhe shqiptarët e Kosovës të kërkojë rrënjët e tij? Ka kërkuar ai, ka tentuar të shkojë ndoshta edhe në Ferizaj në Kosovë? Il te demande est-ce que, en fait, depuis quand tu connais les Albanais qui sont venus ici, est-ce que t'es cherché en fait d'aller en Albanie, en Ferizaj pour trouver la vérité, pour trouver ton famille, ou t'as jamais essayé? Je n'ai jamais essayé, mais ça me fait plaisir d'avoir un effet miroir, de voir comment on a la même barbe, la même coupe, même visage, culture, même visage. Thot që nuk ka 2019? Thot që nuk e ka marrë furë këtë rrugë, nuk ka arrit furë ta bëjë këtë, por ka shpresuar gjithmonë, sepse thot unë edhe në fytyrë thot unë jam shqiptar, thot nuk mundem me qenë francez dhe kam qef të rri vetëm me shqiptar dhe kam qef të dëgjoj familjen time, por kur nuk është mundur për shembull për me shku në Kosovë vetëm për gjetë familjen. Qartë, do doja të kaloja prap tek prindrit adoptues, një marrëdhënie ndërlikuar me sa duket, sepse në momentin që ka mësuar që është shqiptar, ka filluar të kërkojë për rrënjët e tij, ta flasi dhe ta bërtasi identitetin e tij, gjë që ka sjell pak kënaqësi tek prindrit adoptues. Si ka qenë marrëdhënia me ta? Me kë ka qenë më ngushtë i lidhur? Me ke fjalën me familjen franceze? Po, me familjen adoptuese, po. Il demande en fait comme tu l'as montré en fait devant ton parent français que tu es albanais, voilà. Il dit que t'étais approche plus à qui? À le père ou le mère française? T'étais plus proche de. Tout de suite, je suis plus proche. Quand t'étais petit jusqu'à maintenant. Ah. T'étais proche à qui plus? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Asnjërin as tjetrën thotë. Po sot si është marrëdhënia me ta? Et aujourd'hui, comment ça se passe avec tes parents qui t'ont adopté?
T'es bien aujourd'hui, tu parles avec eux, tu vois souvent ou jamais? Je parle pas. Tu parles plus avec? Enfin, si, on n'est pas fâchés, mais on se voit pas. Tu vas pas chez eux, ils viennent pas chez toi, rien. Voilà, c'est ça. Ouais. Sauf que, Amour, mais différent. ouais, je comprends. Sot flas sot, nuk është jam i nuk është nuk flasim, por thjesht nuk shkon nga shtëpia tyne, as ata nuk shkojnë nga shtëpia këtij. Kur ka Jeshtë, ikur kur shikon- prej tyre, kur është shkëputur prej tyre, në çfarë moshe? C'était quel âge quand t'es disparu, en fait, tu restes plus avec eux, les parents français. Oh, j'ai pas disparu des parents français, mais C'était quel âge que t'es resté pas souvent, voilà, avec eux? Adolescence, à l'adolescence. Adolescence, t'étais 15, 15. sot kam qenë minorën, 15 vjeç, 16 vjeç, Après l'étude, après les études. kur kam vazhdu thot kam qenë në shkollë. E qartë. A ka motra ose vëllezër? Të familjes franceze? Po, të familjes franceze. Ouais. Est-ce que tu as de sœurs ou de frères au niveau de famille française? Oh, une sœur. Ka vetëm një motër. Është motër e adoptuar, si puna e zbardhimit, apo çifti e ka lindur? Çifti Chanut. Et Leslie, il est comme toi? Il est adopté par eux ou c'est eux qui sont... Normal, naissance normale. Ah ouais. E është fëmijë tyne, nuk është e adoptuar. Atëherë, do doja të bëja, ka lindur pasi kanë adoptuar zbardhimin? Apo më Il est parë? plus petit que toi? Il est né après qu'ils t'ont adopté? Oh, de différence. 3 ans. Ka lind pas 3 vjetësh. Është 3 vjet më vogël se E zbardhimi. qartë. Pra, ai ka parë një diferencim midis fëmijës që lindën vetë dhe fëmijës adoptues. Est-ce que tu l'as vu le différence en fait de amour entre elle et toi? Entre elle que en fait c'est son enfant et toi qui t'ont adapté en fait. Yo. Tu n'as pas vu ça? Non, mais je sentais quand même une différence dans le regard. Ma soeur était pas, je pouvais pas le dire. Tu me dis en français, pas de En problème. français, bon. Ouais. Les parents, même éducation, Oui. même cadeau, même bisous, même. Je comprends, ouais. Tout. Pas bien, mais je sentais dans le regard que c'était C'était pas pareil. Pareil. Ouais. Sot në nivel të shkollës ose edukacionit, dhuratave gjitha do të ka qenë e njëjta, por unë thotë e shikoja në sytë e tyne që nuk ka e njëjta dashni si për vajzën ose për djalin. Pra, në një marrëdhënie shpirtërore, në afeksionin emocional, absolutisht ato kanë bërë një lloj diferencimi, të cilin zbardhimi e thotë edhe sot. Më vjen një pyetje drejt për drejt nga psikologu ynë që do ta marrim fjalën pak më vonë së bashku dhe me avokatin. Emrin zbardhim, kush ja ka vënë? C'est qui t'a nommé zbardhim? Mes parents. Tes parents ici en France? Po. Mais ils t'ont nommé zbardhim, ça en Albanie. Po. Ky thotë që emrin zbardhim ja kanë vendosë prindrit francez. Prindrit francez. Po pse pikërisht një emër shqiptar? Kishte ndonjë simbolik të Dis veçantë. pourquoi exactement prénom albanais en fait? C'est moi. Je sais pas. Parce qu'ils ne savaient pas si c'était un garçon ou une fille à Kosovo. Ils ne savaient pas si le bébé était garçon ou fille. En fait, ils t'ont nommé avant qu'ils viennent pour te récupérer? Ça, je ne sais pas. Comme j'avais pas de prénom, c'est eux qui ont dit, qui ont donné ce prénom-là. J'avais ni prénom, ni nom de famille, ouais, je comprends bien. Nuk ka për këtë, nuk ka dieni. Nuk ka asnjë informacion. Nuk ka asnjë lloj dienie. A ka dieni pse këta prindrit, çifti Chanut, kanë zgjedhur pikërisht zbardhimin për ta birsuar? Pse? Ka ndonjë histori? Est-ce que tu sais un truc pourquoi le couple Chanut, votre parent, ils ont choisi exactement toi de te adopter et pas quelqu'un d'autre? Parce que dans la famille, déjà, il y a quelqu'un d'autre qui avait adopté via, par Nada, quelqu'un d'autre dans ma famille. Dans famille française? Il a adopté un enfant en Kosovo? En Yougoslavie. Ouais. Est-ce que tu connais cette famille? Non. Je ne connais pas celui qui a été adopté. Ouais, je comprends bien. Ky thotë që pse
Në rrethin familjar të prindërve francez që kanë adoptuar këtë djalin këtu, Po? ka qenë një familje tjetër që ka adoptuar i fëmijë tjetër në Kosovë, që Nadia e ka bërë fëmijë të gjë. Qartë. Edhe A mund të flasim pak për zbardhimin sot? A ka ai një familje? Apo jetoni vetëm? Zbardhimi aujourd'hui, est-ce que tu as une famille ou tu vis seul? Seul. Jeton vetëm. Jeton vetëm. Mirë. Atëherë, unë do kërkoja, sepse është momenti mbasi morëm shumë të dhëna, në fakt nga zbardhimi, më vjen mirë për këtë gjë, do doja t'i jepja fjalën dy ekspertëve, po dalë në publicitet që mos t'i shkëpus ata, japim publicitetin e dytë dhe rikthehemi me njëherë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për dëgjuar komentin si të psikologut fillimisht, por edhe të avokatit. Më pas që do të na ndihmojë tek kërkimet tona. Jemi rikthyer drejt për së drejti pas hapësirës së dytë publicitare në pjesën e tretë dhe të fundit, ku do flasin të dy specialistët tanë. Fillimisht do të flasim për gjendjen emocionale. Kemi parë zbardhim Shanut, 37 vjeç, i cili është gjetur nga policia e Kosovës, buz rrugës në Ferizaj, pranë koshit të mbeturinave me datën 29/1988. Do me thënë 29 prill 1988. Ishte një foshnjë ndoshta i porsa lindur, për shkak edhe të peshës që ai i tregoi, rreth 2 kg e 500 gram, 2 kg e gjysmë, pra ishte një fëmijë që mund të kishte lindur atë ditë ose maksimumi 2-3 ditë më parë dhe është çuar menjëherë në jetimoren e Prishtinës. Aty shtetësja Nadia, i quajtur serbe, kishte marrë fëmijën 3 muajsh për t'ia dhënë pikërisht çiftit të Shanut, i cili e dërgoi në Caen në Normandi të Francës dhe me Nadian shtetasen serbe, familja njihej sepse brenda familjes Shanut ishin një tjetër çift që kishin birsuar fëmijë përpara edhe zbardhimit. Zbardhimi thotë që emrin ma kanë vënë pikërisht prindrit adoptues, ndoshta edhe për shkak të origjinës, në moshën 5 vjeçare, duke parë filma vizatimor me kuklla, ishin 3 rosak, njëri prej të cilëve ishte në ngjyrë të zezë dhe më thanë që ti je ai sepse nuk je pjesë e familjes tonë, me sa duket sapo kishte lindur edhe motra e tij që është 3 vite më e vogël se zbardhimi, pra i bie që ajo duhet ketë qenë në moshën 2 vjeçare, për sa i përket diferencimeve janë bërë, thot, në familje, nuk e kam ndjerë kur veten pjesa e asaj familje, në shkollim dhe në gjëra materiale asnjëherë asnjë lloj diferencimi, por në atashimin emocional kam ndjerë gjithmonë, sidomos kur unë bërtisja më të madhe që jam shqiptar dhe ju e dëgjuat shumë mirë edhe fjalët shqip, edhe zbardhimi kupton shumë mirë shqip, sepse pas viteve 2000 ai ka qëndruar me shqiptar në shtetin francez dhe thot jam krenar që jam shqiptar. Duke shpresuar që do të na ndjekin ndoshta nëna që e ka sjellë në jetë, sepse kam pyetje në fund të këtij emisioni për sa i përket zonjës që e ka lënë pikërisht me datën 29 prill të vitit 1988, se çfarë mesazhi ka dhe kush është mendimi i parë që i vjen për të, por do t'ia them vetëm pas pak, ja fjalën menjëherë edhe psikologut ton klinik Eduard Tafa. Edi, ne folëm gjatë bashkë në lidhje me rastin, siç bëjmë zakonisht përpara se të hym, jo rastësisht mund të hymë të papërgatitur në këtë emision, sidomos me ngjarje të tilla. Dhe folëm pikërisht për llojin e braktisjes. Ti the, kemi 2 lloj braktisje. Kjo braktisje që i ka ndodhur, pra lënja në rrugë pranë koshit të mbeturinave dhe i gjetur i porsalindur, dhe është ndryshe që një nën e mban 9 muaj, e çon dhe e lind, o e lën në institucionin e lindjes, ose e dërgon në institucionin e rritjes. Ti thua që këto të dyja llojet e braktisjes mund të duken të ngjashme për publikun, por që në aspektin tuaj klinik, emocional, që kanë të ndryshme. Të dyja krijojnë plagë emocionale, pra duhet jemi shumë qartë edhe për audiencën që na dëgjon, pra të dyja krijojnë plagë emocionale, por në aspektin e këndvështrimit psikologjik, pra të dy plagët në mënyrën se si konceptohen psikologjikisht nga personi dhe mënyra se si ndërtohet gjithë perceptimi psikologjik mbi rastin ndryshon. Për efekt dallimit mund t'i shpjegoj të dyja.
Në rast se kur ne kemi të bëjmë, në rastin e fjalë të zbardhimit, që kemi të bëjmë një braktisje që është marrë dhe është lënë në një vend pa emër dhe i pa dorëzuar në asnjë lloj institucioni, pra koncepti që ndërtohet mbi këtë rast, mbi veten në këtë rast tek zbardhimi, krijohet ideja që pra përderisa më sollen këtë jetë, pra më braktise. Pra dhe detyrimisht ardha në jetë e tij nuk është e mirëpritur dhe krijohet gjithmonë ajo ndjesia në vazhdimsinë e rrugtimit të tij jetësor, krijohet pjesa e vlerës identitare të tij, pra dashuria njerëzore që mund krijohet dhe që është, po themi, një ndër pikat më të rëndësishme është pjesa e braktisjes. Pra në mënyrë të drejtë për drejtë, pra është zgjedhur për të lënë pikërisht në atë vend. Pra nuk është zgjedhur për të çuar në një vend tjetër ku mund të merrte një strehim. Në rastin e dytë, kur kemi një nënë që e merr fëmijën për shkak të një arsyeve të tjera, të cilët për mendimin tim janë të pajustifikueshme. Të dyja rastet janë totalisht të pajustifikueshme, por kur merr në rastin e dytë dhe e çon në shtëpi, pra në shtëpinë e fëmijës, në një strehimore apo në një vend të kujdesit të fëmijëve, në këtë rast instalohet një tjetër ide, pra në pikpamjen psikologjike të perceptimit personal në këtë rast. Pra që nëna me të vërtetë ndoshta kishte disa arsye që nuk mbante dot, por përderisa më solli këtu, e donte dëshirën time të ekzistencës. Kurse në rastin e parë vihet në thelb ekzistenca personale e personit, pra mohimi i ekzistencës. Pra ti më solle, por ama nuk më jep të drejtën për të ekzistuar. Në rastin e dytë, pra nëna edhe ndoshta për arsyet e veta nuk pati mundësi që mua të më mbaj në krahët e veta, por më çoi në drejtim të një strehimorje për të arritur, domethënë që unë të kem një vazhdimsi jetese dhe për të rritur dhe për të ardhur deri në këtë pikë ku zbardhimi është sot. Shikoj që gjatë komentit tënd pohon gjithçka me kokë zbardhim Shanuk, 37 vjeçari, por dua të ndaloj pak në një moment shumë të vështirë. Edi, për të dyja llojet e braktisjes mund të kishim folur pafund, dhe kemi pasur emisione që kemi folur disa gjëra tjera konkretisht pas për rastin. Çështja është që Kosova ka qenë shumë e vështirë në ato vite. Dhe ne dim shumë mirë se çfarë ka ndodhur me gratë dhe me vajzat në Kosovë. Ne nuk e dim rrethanat e asaj vajze, asaj zonje që ka lindur zbardhimin dhe ndoshta mund ta ketë lindur edhe në kushtet e rrugës, aty në vendin ku edhe është gjetur. Nuk e dim pse ajo është larguar, ne nuk e dim çfarë ka ndodhur. Flitet që në Kosovë në ato vite ka ndodhur shumë përdhunime të grave dhe të vajzave. Ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur. Edhe vetë elementi i trafikimit e mbështet tezën tuaj që sapo thoni, pra sepse bëhet fjalë për një familje që pra fëmia ka kaluar domethënë në duar të ndryshme derisa ka shkuar tek familja ku është adoptuar deri në sot. Por një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, është pikërisht kjo plaga më e madhe e zbardhimit sot, sepse kjo është pjesa e historisë që ai dëshiron të zbuloj, pjesa e identitetit të tij para kësaj moshe, pra se si është e gjithë e vërteta, sepse sado që pra e para herë duhet falenderojmë të gjithë shtëpitë e fëmijës apo të gjithë shtëpitë e kujdesit ndaj fëmijëve, sidomos që kanë domethënë të tilla situata që marrin, pra ofrojnë dashuri, ofrojnë siguri, ofrojnë përkushtim, ofrojnë rritje, mirë kujdes dhe të gjitha. Por ama të gjithë ne duhet jemi shumë të qartë dhe sinqertë. Pra, pavarësisht se gjithë këtyre gjërave që mund t'i ofrojnë një fëmijë të tillë, as ata nuk e kanë mundësi t'i ofrojnë pjesën përpara, për cilin është në kërkim dhe zbardhimi sot, sepse askush nuk e di. Arsyen e vërtetë pse u gjend pikërisht në atë moment, në atë moshë, disa muaj pasi ka lindur, pikërisht në rrugë dhe më pas vijon historia më pas që është adaptuar. Prandaj që është kërkimi identitetit, rënjes identitare të personit, sepse mbetet një pjesë e historisë, një pjesë e të kaluarës së tij pa emër. Pra ti thua nuk është e rastësishme edhe trafikimi nga Nadia, shtetase serbe, marrë nga jetimorja e Prishtinës tek çifti francez. Mund të kenë lidhje që nga momenti i ngjizjes së zbardhimit, pra mënyrës se si nëna e tij mundet të ketë mbetur shtatzan, flasim për periudha shumë të vështira. Janë periudha shumë të vështira, tranzitive dhe detyrimisht janë shoqëruar dhe me gjithë pjesën që ne dimë që nuk duam të kujtojmë për arsye mos të nxisim domethënë faktorë emocional. Pa diskutim. Por pra mund të ndërtojmë disa lloje hipotezash në këtë mes. Jo, nuk do marrim asnjë lloj hipoteze derisa të mësojmë të vërtetën. Eksaktësisht, pra çdo lloj hipoteze që ne mund të themi, pra mund të jetë edhe afër dhe mund të jetë larg të vërtetës. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm sepse vetë historia është shumë e ndjeshme pikërisht në këtë rast dhe ne duhet jemi të kujdesshëm në mënyrën se si e trajtojmë momentin. Dakord. Dua të dal në një tjetër moment tek atashimi i tij me familjen adoptive. Mënyra se si janë kanë treguar, mua më pëlqen shumë, duke ditur, nuk e di a do të pëlqej ty, duke parë filma vizatimor,
por diskriminuese duke veçuar rosakun me ngjyrë të zezë. Por dua të ndaloj edhe te diçka tjetër, tek trauma e këtij atashimit, sepse unë kam bërtitur gjithmonë me të madhe që jam shqiptar, kam ikur nga ajo familje për shkak të shkollimit në moshën 15-16 vjeç, thot ai, minore, nuk jam rikthyer më, flasim thot me prindrit, por nuk kemi hyrje dalje, unë jetoj vetëm dhe nuk pas ka ndërtuar as edhe një familje të tillë. Kjo është një vështirësi tjetër, pra përkrahas pjesës që ka ndodhur më parë, tani nga pjesa e adoptimit ne kemi të bëjmë domethënë me një rast tjetër që e komplikon pak edhe më tepër historinë e vazhdimësisë, sepse mosha është zgjedhur në mënyrë efikase për t'ia thënë fëmijës, pra në këtë rast të zbardhimit, pra në moshën 5 vjeçare, sepse është edhe ndërdimi i konceptit mbi veten të personit, edhe nëse do ishte thënë më herët, pra mosha 2 deri në 4 vjeç, është një moshë prap shumë e rëndësishme. Pra nuk pas kam gabuar. Po, është e rëndësishme ajo, por mënyra se si është zgjedhur, ne nuk e dim nëse për këtë pjesë që ato kanë zgjedhur, pra e kanë patur pra në formë një manuale që janë përkujdesur dhe me shërbimet sociale, pra se si duhet ta transmetojnë tek fëmia, apo është zgjedhur në një mënyrë që ata kanë ditur rastësore, apo po themi në formën e tyre edhe duke parë pak dallimet që ata mund të bëjnë nëpërmjet klasave shoqërore fëminore apo racave apo diçka tjetër. Këtë ne nuk e dim. Por që fakti ka ndikur. Pra, kjo ishte edhe pak më parë që nëse do i ndryshoj. Prandaj pyeta, nëse do i bëja një diskriminuese po tha. Sepse mund të jetë përdorur në formë një metafore, por ne flasim për një fëmijë që normalisht po themi korteksi dhe racionaliteti i fëmijës atë moshë nuk arrin dot të kuptojë metaforën e saktë që mund të jetë përdorur. Po vetë fakti që është bërë një lloj ndasie dhe është bërë një lloj ndarje të përkatësisë, në këtë moment mund të instalohet një ide brenda nesh që unë nuk jam asnjëherë i barabartë pikërisht me 2 anëtarët e familjes dhe anëtarët të tjerë që mund të jenë në familje siç ka qenë edhe vajza. Përkundrejt dashurisë që mund të kenë patur atashimit shumë të mirë të zbardhimit me motrën franceze, pra në familjen e adoptuar, e kanë dhënë gjithmonë veten pak të distancuar, sepse mënyra e dashurisë, mënyra e qasjes, mënyra e përkushtimit nuk ka qenë njësoj, sepse ky është elementi i lidhjes biologjike që ka ajo lidhje që ne kemi thënë që është e gjithë pushtetshme midis nënës dhe fëmijës. Të falenderoj Edi, por dua të kaloj përpara se t'ja jap fjalën avokatit, do ta kuptosh pse, sepse njëri po. Lutem, edhe një fjali. Unë e falenderoj shumë për që rrënjët e tij biologjike dhe enet e tij të gjakut janë që ai ka zbuluar që janë nga Shqipëria, dhe vetë fakti që ajo shumë krenar për identitetin e tij kombëtar, ky është një hap shumë i rëndësishëm sepse nga identiteti kombëtar do shkojë drejt identitetit të gjetjes biologjike dhe mendoj bashkimi i dy historive do jetë një shërim shumë i rëndësishëm për vetë zbardimin në këtë rast dhe unë uroj që çdo ditë vimësi të afrojë akoma dhe më tepër me pikërisht atë që ai kërkon për 37 vitesh. Më duket mua Edi, apo trauma vjetër e lehtësisht tek zbardhimi, apo e paragjykoj? Më duk në momentin kur qau. Shiko, është më se pranueshme gjendja emocionale e tij dhe unë prandaj unë kisha disa pyetje, por normalisht në këtë moment do refuzoja t'i bëja për arsye sepse janë pyetje që mbajnë një ngarkesë emocionale dhe normalisht nuk është vendi për t'ia drejtuar, por prandaj e mbylla me këtë. Ja rekomandon të shkojë të këshillohet me psikolog klinik për ta kaluar këtë traumë, se ne nuk e dim, mund të arrijmë në identifikimin e zonjës që e ka sjellë në jetë, por përvoja e këtij emisioni është që fëmijët jo vetëm janë braktisur, por dhe kur i kemi gjetur nënat, janë refuzuar për herë të dytë dhe duhet jeti para përgatitur zbardhimi për këtë gjë. Nëse nuk e ka bërë diçka të tillë, unë do e rekomandoja shumë që ai të bënte një takim me një psikolog, atje sepse edhe për momentin aktual, por dhe për gjithë fazën e historisë që do vijë më pas, është mirë që të ketë një shërbim të tillë. Faleminderit Edi, dua të kaloj ke zbardhimi. Avokat, do ta kuptosh shumë mirë pse po kaloj ke zbardhimi. Zbardhim më dëgjon? Zbardhim? Po? Di që njëri nga prindrit e tu, ma specifiko ti, nëna apo babai, është me profesionin avokat. Me falë. Profesion avokat? Mi babën francezet, po avokat. Babai francez është avokat. Po. A i ke kërkuar ndihmë ati për të gjetur rrënjët e tua? A i ke kërkuar ndihmë ati për të gjetur rrënjët e tua? Est-ce qu'il dit, est-ce que toi tu as demandé avant pour trouver où tu viens? Si tu as fait le cherche pour trouver où tu viens? Non. Mon père, oui. Mon père. Të falenderoj.
Faleminderit. Dëgjojmë avokatin se ke qenë shumë i vëmendshëm. Falenderoj edhe një herë zotrin për përkthimin në kohë reale dhe kaq shumë të vështirë nga distanca. Çdo fjalë të psikologut ton klinik Eduard Tafa ta ka përkthyer në kohë reale dhe e kemi ratuar. Avokat, është një rast i vështirë, nuk e dim, ne kemi miq dhe koleg shumë të mirë në Kosovë, do kërkojmë ndihmën e tyre absolutisht që po. Me kaq të dhëna mund të arrijmë deri tek finalizimi i identifikimit të nënës së zbardhimit, pastaj mbetet në dorën e zonjës, në do ta pranoj djalin e saj të braktisur 37 vite më parë apo jo? Po, atëherë unë përshëndes zbardhimin. Me shenjën e shqiptarjes. Ju uroj fat, edhe hetimet shpesh herë janë çështje fati, edhe besoj që zbardhimi do të jetë nga personat që ka fat. Zbardhimi du të vendosi një mënyrë komunikimi me prindërit e tij, edhe unë do ta këshilloja zbardhimin që spari të gjente një ndërmjetës francez për këtë punë, pra mediator, i cili ushtron profesionin e ndërmjetësit edhe të vendosej domethënë pozitat sinqerta komunikimi me prindërit e tij. Së dyti, mënyra me cilin prindrit ja kanë tregu ndryshimin nga familja është gjetje juridike ose gjetje prallash, diku te Rosaku i shëmtuar është një prallë e bukur e Hans Christian Andersen, që do të thotë ti je ndryshe nga ne, po ti do bëhesh më i bukur se ne. Dhe konotacioni ndryshe nga sa mund të interpretohet fillimisht është krejt tjetër, që do të thotë zbardhimi po e gjen shpirtin e vet, i ka gjetë krahët e vet, ka ndryshuar ngjyrën edhe nga Rosak i zi, domethënë po kthehet në miell më bukur. E tjetër, ngjarja ka ndodhur në Ferizaj, një qytet domethënë që është rreth 40 kilometra nga Prishtina, që do të thotë ka lidhje administrative me kryeqytetin e Kosovës. Dhe normalisht hetimet duhet bëhen në dy vende, domethënë në gjykatën e Prishtinës edhe në gjykatën e Ferizajt. Kjo për shkak se është gjetur në Ferizaj, është raportuar te policia e Ferizajt edhe normalisht më pas duhet të shkuar domethënë tek çështja domethënë duhet të jetë trajtuar nga gjykata e Kosovës. Zbardhimi di shumë mirë shumën për që është pagu për të, që ishte 60.000 franga dhe korrespondon me një shumë prej $10.000 amerikan në atë kohë, $10.000 amerikan në atë kohë, duke përdor mentalitetin shqiptar, pra diku te 70 lek dollari, domethënë në vitin 1988 janë 700.000 lek, që do të thotë mund të jenë gati 2 shtëpi, që do të thotë 2 persona të cilët kanë bjerësuar kanë interesuar domethënë për bjerësimin e zbardhimit, kanë bler 2 shtëpi në vitin 1988. Pra duhet të jenë bler 2 shtëpi domethënë me këtë çmim, që është pagu për bjerësimin e këtij zotit zbardhim. Pra, hetimet du të shkojnë domethënë edhe tek hipoteka e Kosovës, domethënë për sa i takon asaj periudhë, që ka qenë një krahinë autonome në Republikën e Ish Jugoslavisë. Qartë, do të bëj një pyetje avokat se duhet në fakt zbardhimi nëpërmjet një ndërmjetësi. Jo, nëpërmjet një ndërmjetësi duhet vendosi një mënyrë komunikimi me prindrit. Dua të ndaloj pak këtu. Pikërisht këtu, tek komunikimi me prindrit. Ju në profesionin tuaj duhet të mbroni njerëz të cilët e thyen ligjin, ose bëjnë disa kundravajtje penale apo disa krime për të cilat këta qytetarë duhet i mbroni. Si ka mundësi një shtetas francez, një avokat në profesion, të birësojë në mënyrë ilegale një fëmijë? Jo, nuk besoj që e ka bërë domethënë në mënyrë ilegale, e ka bërë pagese. Paktën sipas zbardhimit çu tha. Nadia në mënyrë ilegale nga Kosova, pra, po të mbash mend, në Dubrovnik ka një foto 3 muajsh zbardhimi. Sepse në atë kohë kemi jetuar, domethënë kemi qëndruar për të më kaluar muaj ilegalisht, tha. Si ka mundësi kjo gjë? Atëherë, çfarë do të kemi domethënë parasysh? Procesi i blerësimeve në kohë më përpara nuk ishte institucional, që do të thotë ishte një proces i lirë. Edhe zakonisht trajtohej si një çështje administrative dhe nuk duhet ta shikojmë me syrin e sotëm, bëhet fjalë domethënë për vitin 1988, fëmijët merreshin, çoheshin tek shtëpia e fëmisë, aty përgatiseshin dokumentet, domethënë edhe më pas. Pra, ti thua që mund të ketë qenë i ligjshëm. Jo, patjetër domethënë atëherë. Nëse është përfshirë një serb
Nadia është shtetas e serbe. Nërsa është përfshirë një shtetas serb në procesin e trafikimit, do të thënë, të një fëmije. Pra, unë dyshoj shumë për shkak të aksesit në institucione ka siguru gjithë dokumentacionin e nevojshëm për transferimin e këtij personi. Duhet kemi parasysh që shuma paguar ka qenë shumë e madhe, pra me 700.000 lek shqiptare në atë kohë besoj që duhet bleheshin 2 shtëpia në Kosovë. Kjo bindja jame, dhe më thënë, pra një, dhe të themi një aksion nga e cila nisëm, nuk e kam e vërtetim, por besoj $10.000 amerikan në vitin 1988, janë jashtëzakonisht shumë, dhe më thënë, në çdo shtet, dhe më thënë, ku të shkoje. Mjafton të kujtoj që... Edhe sot nuk jam pak avokat, Mjafton të kujtoj që bar pjaca në qendër të Tiranës është blerë në vitin 1992 vetëm për $3.000. Po, e vërtetë edhe kjo. Të kemi parasysh idenë qartë. Se si funksionon, do të thënë, tregu. Tregu dhe sa është tregu sot. Në flasë për Shqipërinë, por kjo ngjarje ka ndodhur në Kosovë. Mirë, themi që $10.000 amerikan nuk janë pak edhe sot, Jo, do flasim me kohën, nuk është problemi se nëse do gjej çmimin apo nëse do hetoj parat. Të mos fokusohemi të marrim minuta. Prindrit të shkojmë drejt gjetjes së nënës fillimisht dhe nëna tregon pastaj se çfarë ka ndodhur me të. Atëherë çfarë ka ndodhur? Do të thënë gjithmonë sa herë që gjendej do të thënë një fëmijë, policia në atë kohë bënte fotografi, fotografonte vendin e ngjarjes dhe ishte detyruar që të fillonte një proces. Pra ka dokumente policore të cilat ruhen në arkivat e Kosovës. Po në 88 në Kosovë, a ka qenë ndoshta... Ka qenë krahinë rajonale, ka pas gjykata... E kuptoj. Kanë qenë gjykata... A ka pasur interes Kosova në atë kohë, duke ditur se policia serbe, institucionet serbe dhe gjithë shka tjetër që e dim nga historia tani, a kanë pasur interes për ta bërë këtë gjë? Në qoftë se nuk ka ndodhur diçka me nënën e zbardhimit, ndoshta me ndonjë abuzim ndaj saj, ndoshta të përfshirë shtetas serb, për këtë e kam avokat. Atëherë, ngjarja ka ndodhur vitin 1988, ku unë fatmirësisht domethënë kam qenë domethënë gati 18 vjeç, pra 19 vjeç, edhe kam qenë ushtar edhe mbaj mend domethënë që kur kemi vajt ushtar, kaluame në gatishmëri domethënë në vitin 1988. Pra, ishin pa kaluar, domethënë, gatishmëri numër 1 u quhet, domethënë, sepse ishte rreziku i demonstratave, domethënë, në Kosovë. Pra, në vitin 1988 kishin ndodhur demonstratat e vitit 1981 dhe në 1988 domethënë nuk kishte një pra, akoma nuk kishin shpërthy ato po themi revolucionet edhe revoltat nacionaliste për të krijuar domethënë Republikën e Kosovës. Ishte ideja, por nuk kishte ndodhur domethënë asgjë, çdo gjë ishte në kontrollin e regjimit serb edhe në policisë jugoslave. Që do të thotë gjendja ka qenë krejt normale dhe duhet këtë dokumentacion, si përgjetje në ashtu dhe për regjistrimin e tij pranë organeve shtetërore. Edhe në qoftë se kanë qenë të përfshirë shtetas serb? Edhe në qoftë se kanë qenë përfshirë shtetas serb. Sido që domethënë që të ketë qenë puna, domethënë normalisht kanë krijuar domethënë dokumentacione dhe të paktën i kanë regjistruar fiktivisht në Republikën në Serbi, në arkivat... Thua për gjetjen e zbardhimit, jo për shtatzanin ose braktisjen e zonja, dhe nuk e dim, a ka hetuar policia e Kosovës në atë kohë që me sa duket udhëheqeshin nga policia serbe? Nuk është problemi nëse ka hetuar. Gjetja e fëmijëve në atë kohë ishte një proces i rëndom, gjendej fëmija, nuk dihej nëna, edhe në qoftë se dihej ajo nuk bëhej publike, sepse ishte vetë mentaliteti, du të kuptojmë domethënë mentalitet patriarkal. Pra sot duhet kemi reagim institucional, mund të kërkojmë në për institucione, kanë mbetur dosje në për këto institucione pas luftës së Kosovës, apo duhet reagoj vetë zonja e cila mund të shohë zbardhimin dhe të kuptoj që është nëna e tij. Atëherë, zbardhimi në ndërgjegjen e vetë, pra se ajo Rosaku i përhim, e di domethënë që është shit për $10.000. Është shit. Si është shit, pra është ana etike, e pengon atë domethënë që të shpërthej edhe të realizoj jetën e vet ashtu siç dëshiron ai. Unë du të flas domethënë vetëm për sa i takon fazave të hetimit juridik. Po, që ta mbyllim, po. Pra, spari zbardhimi duhet bisedoj me babajnë e vet, edhe të krijoj domethënë atë atmosferën prind fëmijë, prind biologjik, jo prind biologjik, po prind fëmijë bjërsuar me prindin bjërsues. Edhe të trajtoj domethënë këto probleme, sepse bëhet fjalë për një çift i cili ka dashur domethënë që të jap një ngjyrë jetës vet, të ndryshojë jetën e vet, aty në Francë domethënë ku ishte.
Republika e Jugosllavisë kishte hyrje dalje të lira, pra kishte një pasaportë e cila ishte shumë e fuqishme dhe krijonte mënyrën për të hyrë dhe për të dalë lirisht nga kufiri jugosllav. Dhe normalisht të gjitha këto janë të arkivuara në regjistrat e Republikës Ish Federative të Jugosllavisë dhe mund të jenë në gjykatën komunale në Ferizaj, në gjykatën komunale në Prishtinë dhe në regjistrat e gjendjes civile të vitit 1988. Për shkak të eksperiencës di që regjistrat e gjendjes civile të Republikës Ish Federative të Jugosllavisë për krahinën autonome të Kosovës janë transferuar në Kruševac. Kështu që hetimet kryesisht do të jetë mes Ferizajt dhe Kruševacit, aty në fjalë do bëhen hetime administrative. Normalisht të gjitha emrat të cilat babai prindi Birsues, avokati, kolegu jot, po? Po, i zoti Zbardhim i di, mund të ndikojnë, do të thënë, në gjetjen edhe hetimin e këtij procesi. Por Zbardhimi nëpërmjet bisedës me babain duhet krijojë, do të thënë, aksesin në arkivat e Republikës Franceze, aty ku është regjistruar, sepse aty ku është regjistruar mbi bazën e disa deklarimeve edhe në një formë të duhur ligjore, o nëpërmjet lindjes, ose nëpërmjet transferimit të aktit të birësimit. Tashti, ai duhet krijojë arshive në vetë personale me këto dhëna dhe besoj që brenda viti ai do e gjejë, domethënë, prindin në brenda një viti. Brenda 2026-s neve do kemi gjetur ajo që desha të them, besoj që ta përmbyllim avokat. Po, që ta përmbylli. Nëna duhet të jetë moshës mes 16 dhe 20 vjet, që do të thotë sot është 54 deri në 58 vjeçe. Jo 60, s'ma marr mendja sepse në atë kohë lidhjet romantike të cilat përfundonin me braktisje fëmijësh të shumta ishin, domethënë, rreth kësaj moshe, edhe nderja në kuptimi fytyra në atë periudhë, domethënë, për femrat e kësaj moshe. Pra, çelësi i suksesit është vetëm komunikimi që duhet të ketë me babain Birsues, të bashkëpunoj me të kërkojë ndihmën e një ndërmjetësi, ai ka gjithçka, sepse në Kosovë ndoshta ka ndodhur edhe zhvillimi i një procesi gjyqësor për birësimin e zbardhimit dhe këto dokumenta janë në familjen e tij birësuese, ose në të kundërt, nëse s'ka ndodhur ky proces gjyqësor, të paktën babai di shumë çka. Procesi penal i braktisjes së fëmijës duhet jetë hapur në prokurorinë. Atëherë ai ka edhe çelësin për gjetjen e të vërtetës. Ju falenderoj të dyve. Pra, Zbardhim. Po. Duhet të bashkëpunosh vetëm me babain tënd. Ai ka çelësin që ne në mënyrë të pavarur do fillojmë dhe i kemi filluar kërkimet tona. Kemi shumë mundësi në Ferizaj dhe në Kosovë të shkojmë drejt gjetjes së nënës tënde, por në rrugë ligjore të paktën ndiq këshillat e avokatit ton. Do doja të bëja një pyetje. Çfarë mendon për nënën që të ka sjell në jetë? Je te pose une question, tu penses quoi de ta mère qui t'ont ramené dans cette vie comme ça? E ka beku zoti. C'est doux, je l'aime. Je l'aime. Thot e du. E do. Çfarë do t'i thuash në qoftë se po na ndjek? Dhe ajo e kupton që është nëna jote. Çfarë do t'i thuash? Et dis si elle est en train de nous regarder dans ce moment, tu vas dire quoi? À Kosovo ou à France? Non, à Kosovo. Ta mère. S'il est en train de te regarder en ce moment, tu vas dire quoi? C'est pas problème. C'est pas problème. Ouais. Je veux juste une photo de toi. Ouais. Et c'est pas grave. C'est pas grave qu'elle mais c'est pas. Sot, Je peux avoir une photo Ok. de mon père et de ma mère, de ma famille. C'est tout. Thot nëse që thash duke më shikuar, nuk ka asnjë problem pse më kalon. Jo vetëm ta shoh një foto të nanës time ose të babait ose të familjes time. Dhe duke të falenderuar Zbardhim, por duke falenderuar edhe zotrin që ka denoncuar, por ka përkthyer gjatë gjithë emisionit të sotëm, të dyve do t'ju falenderoj. Atëherë, përshëndetjen e dua shqip, një përshëndetje shqiptare
qoftë me gjuhën tënde, qoftë edhe me veprimet e tua, si që bëre në fillim të emisionit. Et tu donnes un besoin plus mais comme tu voulais, si tu peux avec la langue, si tu peux avec ton truc. Të dua, Sema. Të dua nanën, të dua babën. Të dua. Të dua. Dua një përshëndetje shqiptare. Të dua, jam shqiptar, jam krenar. Të dua, s'ka problem. Bravo, zbardhim. Unë shpresoj që nëna dhe babai mbas zemrës që ti bëre me duart e tua dhe i the të dua zemër, atëherë besoj se ka gjetur mirë kuptimin tënd, që ti nuk e ke paragjykuar asnjëherë dhe shpresoj që ajo të reagojë vetë. Megjithatë ne kemi nisur kërkimet, do mbetemi bashkë në kontakt dhe do rikthehemi besoj në emisionin tjetër me lajme të mira. Të përshëndes zbardhim. Përshëndetje dhe ty zotri, vërtet anonim, por me një punë dhe me një zemër shumë të madhe. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24. Bashkë takohemi në ditën e vijim. Deri atëherë, miru takofshim.